Keni dhimbje gjuri. Doktori zbulon sekretin si t'i thoni lam të mirë. Nyjet më të rëndësishme në trupin ton janë në gjunjët. Megjithse na ndihmojnë që të lëvizim, gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtimin, uljen dhe shumë lëvizje të tjera që përforcojnë trupin ton çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mund të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit duhet të veproni shpejt sepse kjo është një mënyrë e vërtetë për të shmangur dëmet që mund të sjellin gjunjët tuaj. Në këtë video do të mësoni për një recetë natyrale shumë të rëndësishme e cila është në gjendje të qetësojë dhimbjet në gjuhë për disa minuta. Nëse jeni të vetëdijshëm se dhimbjet e gjurit shkaktohen nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet, traumave fizike dhe artriti, hidhini një sy kësaj recete. Merrni një të verdhë veze, 2 lugë krip dhe fashë elastike. Rrihni të verdhën e vezës dhe e përzjeni me krip. Aplikojeni derisa përzierja të vendosen mbi gjuhë dhe përdorni fashë elastike për ta izoluar. Duhet të qëndrojë për 2 orë që t'jap veprimin dhe praktikoni të paktën 4 herë në ditë.